me miratimin e ligjit dhe hyrjen fuqi të efektet të tij, ka nevojë që edhe krimet mjedisore në total të kenë një strukturë të specializuar. Ne nuk mund të qasim krime mjedisore si vepra do si do, të rastit. Vetëm zjarret të vit, dëmi është i pallogaritshëm. Si në fondin pyjor, sa vite, sa gjenerata i duhet atij fondi pyjor të rikuperohet. Sot Europa mbar flet për krimet mjedisore. Ne nuk mund të vazhdojmë të konsiderojmë prerjen e pyjeve apo lavatricet e lumenve, ndërtimet e palishme që bëhen aty dhe çdo kush i shef. Përveç se kur bëhen peskate i ka ngel me vend çatin dhe ne pas e reagojmë, duhet absolutisht një qasje proaktive. Duhet ndryshojë kjo sjellje e trashëguar nga e shkuara, ku çdo vit kemi zjarre masive dhe roli i policisë pastaj përfundon duke shpëtuar jetë njerëzish duke nxjerrë me zor nga banesat.